Për të tretën ditë me radhë, banorët e fshatit Bakës-Rjoll në Velipoj kanë vijuar protestën e tyre kundër ndërtimit të një resorti turistik në zonë, duke paralajmëruar për shkallëzim të situatës, me bllokim të rrugëve dhe një protestë para dyerve të SPAK. Një nga banorët protestues deklaroi se kundërshtimet do të jenë të pandalshme derisa të zgjidhet çështja e pronave, për të cilat ata pretendojnë se po u grabiten për t'i hapur rrugë ndërtimit. Sipas tij, projekti kërcënon rreth 80 banesa. Mos e në 20 vet, 30 vet. Që ke 500 policë, mor. Kjo grabitje, e ka emrin grabitje, e nuk ka emër tjetër. Të të që puna, o na jena lodhë. Në ka shpirtin më e tunës. Nuk kena t'i bëtë gjagër kuj, na jena t'i dalë zëtë venit tonë. Ma Sali Mrapa, Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, mu se më interesën së njëra palë. Mu më interesën djerësa e gjyshit e aja toga jeme. Urdhë zotni policia, urdhëni, s'keni nevoj me folë populli vetë, urdhëni zotni që ka bëhet. Urdhëni zotni që ka bëhet. To është një protest pasore, numëroni njerëzit policë, numëroni edhe njerëzit. Në lidhje me prezencën e forcave të shumta policore, banorët kërkuan që të mos ushtrohet dhunda e tyre, duke siguruar se protesta do të jetë paqësore. Megjithatë, ata denoncuan se një ditë më parë, disa të rinj ishin arrestuar nga policia. Protestuesit janë të vendosur të mos tërhiqen, duke këmbgulur se do të vazhdojnë kundërshtimet derisa autoritetet të dëgjojnë zërin e tyre dhe të ofrojnë një zgjidhje për çështjen e pronësisë.